Kjo e hënë mund të ishte një ditë shkollore si të gjitha të tjerat, por fatkeqësisht përfundoi në tragjedi për 7 vjeçarin nxënës i shkollës Sulejman Rançi në Elbasan. I mituri u përplas vetëm 100 metra larg institucionit arsimor nga makina që drejtohej nga regjizori i njohur Petri Bozo. ABC News ka mësuar mbi dinamikën, ku sipas hetimeve paraprake, fëmia së bashku me nënën po shoqëronin motrën në shkollë dhe janë kthyer në drejtim të shtëpisë, pasi i mituri ishte turni i dytë në shkollë. Në momentin që nëna nuk ka patur vëmendjen, fëmia është shkëputur dhe është aksidentuar nga makina që drejtohej nga 61 vjeçari Bozo. Pavarësisht ndërhyrjes së menjëhershme, i mituri nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra. Në vendngjarje mboritën shërbimet policore dhe grupi i hetimit që po punon për të përcaktuar me saktësi rrethanat. Drejtuesi i automjetit, regjizori Petri Bozo, shoqëruar në komisariat për veprime procedurale, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar dinamikën e plotë. Pas aksidentit, banorët të zonës ngritën shqetësimin për shpejtësinë e mjeteve në këtë aks rrugor, duke theksuar se zona është e banuar dhe me qarkullim të lartë këmbësorësh, veçanërisht pranë shkollës. Është problematike kjo rrugë? Shumë problematike, jo. Është shumë problematike. Ka pasur aksidente të tjera më përpara? Ka pas, po aty u vra unë vllajt aty. Të njëjtit familje? Po rruga ka sinjalistik? Vija të bardha, mbi kalim? Ja, vija të bardha u prishën, se që janë dhe janë prishën. Normal që janë të rrezikuar shumë nga shkolla, po. Duhet ndonjëherë vëmendje më shtuar nga prindërit? Tash, se të thajmë edhe prindet, po munohen prindet i marrin, i çojnë punë banë. Keni frikë? Kemi shumë frikë. Ju ka tronditur besoj dhe rasti aksidentit sot? Po, shumë. E njihit familjen? Po, e njohim. Sipas tyre, ky nuk është rasti i parë ku ndodhin ngjarje të rënda në këtë aks.